Kompani, hadi, tu! Përshëndetje, jasëm! Zoti komandant, kompania është gati për ngritjen e flamurit kombëtar në dhënien e detyrimit të Sara. Ju raporton Kumanova. Stai, Davide! Derivate! Bene! Hadi, tu! Përshëndetje! Rritjes të flamurit! Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Se do të luftoj. Për shlirimin e tokave të pushtura të Shqipërisë. Dhe bashkimin e tyre. Do t'jem përherë ushtar besnik. Luftetar i denjtë i lirisë. Nëse shkeli këtë betim. Le të ndeshkohem me ligjet më të ashpra të luftës. Dhe nëse tratoj, qofti humbur gjaku im. Betohem! Është kënaqësi që ti shërbesh atë dhënë në këto momente vendimtare për popullin tonë. Ndi vetën krenar, që si luftëtar i lirisë dhe pjesëtar i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, të luftoj për shlirimin e dhëut të robëruar. Këtu kam ardhur së bashku me vëllezërit e mi në tokën tonë. Jam nga Kumanova, momentalisht jam komandant i një kompanie të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Qëllimi im është shlirimi i gjitha trojave shqiptare. Me fillimin e luftës në territorin e Republikës Kosovës, jam kthyer nga prendimi dhe më kyç i vallë ushtrisë shqirimtare të Kosovës, që ta kryej atë borxh që e kam si shqiptar dhe qytetar i Kosovës ndaj kësaj toke dhe ndaj këtij populli. Është një karakteristikë kur kam rri këtu. Shifet një vullnet i madh tek popullata civile dhe tek pjesëtarët e UÇK-s. Ne jem trupa komando. Ne mbrojmë ateun ton. Jemi trima luftëtar. Për liri jetën e dham. Për Kosovë e Shqipëri. Trupat tona janë fuqi.
Mirë të takë. Dashur ushtar dhe epror, gëzuar fesën e flamurit. Jemi gati, top! Për flamur, jasas, top! E pastaj, ushtria parakalon. Zoti komandant, ushtarët e batalionit të Shala janë të përgatitur për pritjen e vestës së vitit të ri, një pjesë e tyre gjejnë në pozicione. Raporton eprori. Në emër të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ju uroj festën e vitit të ri. Faleminderit. Shkoj që të mbajmë një minutë heshtje për gjithë dëshmorët e rënë gjatë këtij viti. Lavdi u qoftë. Ushtria shqiptare e Kosovës gjatë vitit 1998 i përballoi gjitha sfidat që asaj i ranë misupe dhe mikrobizën e saj. Andaj kemi obligim të shumëfisht besimin edhe nga populli t'u shpërblejmë me shlirimin adheot. Të tregojmë me vepra konkrete në lufta, në betejë kundër armikut. Uroj që viti 1999 të jetë viti fitorëve. Uroj që viti 1999 të jetë vit ku ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe herë do të dëshmohen, edhe para popullit të saj, edhe para opinionit ndërkombëtar, se neve nuk do të lëshojmë armët dhe në shërimin e plotë atë dheut. Ju uroj suksesin tonë. Faleminderit. Që të lemraj që ne këtu jemi arë në emër të shtabit përgjithshëm shqiptar të Kosovës. Që në kushtoj u dhe vetëm për shokë të rarë që në kanë rarë gjatë këtij viti. Përgjithsi, jo veç birit ju. Në shala këtë vitin që e të e që ma mirë.
Jemi të buar këtu për të kujtuar rrugën plot krenari dhe plot sakrifica të brigadës 121 që nga fillimi i luftës e deri sot. Jemi të buar sot këtu për të dhënë nderimin në të denjë që mund të bëhet gjatë të dëshmorëve të lirisë. Me në krye Ismet Jasharin, doa të shfrytëzoj rastin që me këtë popull sot të shimin në këtë manifestim apo për kujtim të dëshmorëve që më herët nuk kemi pas rast sepse jemi parë vetëm në predijat e luftës ose në përgryka duke u bashkëbiseduar dhe të uqarë hallet për të ardhmen e Kosovës. 24 gushti dhe 25 gushti ishte dita më e rëndë në jetën time. Arsyeja se me një veprim dhe po atë ditë që neve s'na kishin ndodhur deri me tani, humbëm për një herë 5 shokët më të rëndësishëm të brigadës 121. Ose më mirë të them, humbëm krahun e djathtë, që vërtet edhe gjatë gjithë luftës e pas andeshme u pa që vështirë të kompenzohet. Nder dhe respekt për të gjithë dëshmorët e kombit. Lavdi dëshmorëve. Me fillimin e luftës në territorin e Republikës Kosovës, jam kthyer nga prendimi dhe më kyç i vallë të ushtrisë lirimtare të Kosovës që ta kryej atë borxh që e kam si shqiptar dhe qytetar i Kosovës ndaj kësaj toke dhe ndaj këtij populli. Ndjej veten krenar që si luftëtar i lirisë dhe pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës të luftoj për shlirimin e dhëut të robëruar.